Nëse do kërkoja të vendoseshit në predikim tani, cilat janë citimet, predikimet që I shkojnë më shumë kësaj kohe, këtij momenti për ju, për historinë, për çdo gjë që ndodh në një botë që është në ndërveprim tashmë dhe nuk është e paqët, as si 10 vite përpara, as si 15 vite përpara. I think the church was last year in a Vitin e kaluar, Kisha Katolike festoi jubileun. And jubileum always start with the announcement Dhe of jubileu hapet gjithnjë me një lajmërim It's paqeje. always, important moment Është një moment shumë I for the rëndësishëm church, për Kishën, jubilee. jubileu And, pra. there are lots of things that are Dhe connected ka shumë with elemente the të jubilee. lidhura me jubileun. On the past, those that were arrested, Në të kaluarën, they were free. ata të cilët ishin arrestuar, liroheshin, they will be forgiven. ose ata të cilët kishin marrë borxhe, do t'u faleshin borxhet. Pra, Pra, Bibla gjithnjë e shpall jubileun si një çast të rëndësishëm. This announcement, I think, Dhe kjo shpallje, it's very important. them se është shumë e rëndësishme. Jubilee is not like a tourism. Jubileu nuk është si It's turizmi, është I important, rëndësishëm, moments, let's visit this church. është një or moment I visit that rëndësishëm, church. por nuk do të thotë shkojmë vizitojmë njërën kishë apo një tjetër kishë. Kjo shpallje duhet të jetë gjithnjë në shpirtin ton dhe në mendje. Pra, shpallja kryesore është gjithnjë paqja. We live this every time the church are in jubilee. Sa herë kisha ka momentin e vetë jubileut, ne e përmendim këtë, por kjo vlen jo vetëm për jubileun. Çdo vit që jetojmë është një mundësi për të ndërtuar paqen. Çdo vit është një mundësi për të sjellë një ndryshim në botë. We cannot stop Dhe nuk mund të reshtim së foluri për paqen, dhe nuk mund të reshtim së punuari dhe të besuari tek paqja. Lufta nuk mund të konsiderohet normale. Kur nis një luftë në një vend, çdo kush është I shqetësuar. Dhe pastaj njerëzit fillojnë të jetojnë sikur lufta nuk ekziston. Ja ku kemi shembullin e Ukrainës që është shumë afër nesh. Nuk mund të konsiderohet normale që një vend të ketë vite në gjendje lufte. Nuk mund të jetojmë sikur asgjë nuk po ndodh atje. Duhet të lutemi, duhet të punojmë dhe të besojmë tek paqja dhe të respektojmë ndryshimet. And this is it was always the announcement. Gjithnjë ka qenë kjo shpallja e Jezusit. Fillimisht në dhjetën e vjetër, gjatë jetës së tij, fjala e parë e Jezusit, kudo që shkon, është paqja qoftë me ju. Paqe në këtë shtëpi. Pra, fjalët e para të tij lidhen drejt për drejt me paqen. All the life of Jesus. E gjithë jeta e Jezusit can inspire us, na frymëzon. And to never look to the world që të mos as something normal. E shohim luftën si diçka normale. It's opposite. Është e kundërta e njerëzimit. We are the world destroys everything. Lufta shkatërron gjithçka. Shpirtin, vendin ton. And we cannot be indifferent. Dhe nuk mund të qëndrojmë indiferent ndaj asaj që ndodh në botë. Si vendosët shkonin në Afganistan dhe pse? I were in Afghanistan in 2010. Në vitin 2010 shkova në Afganistan. Si prift me ushtrinë, sa herë që ushtarët shkojnë
diku jashtë vendit i shoqëron edhe një prift. Kam qëndruar me ta 6 muaj në Kabul. Pjesën më të madhe kam qëndruar brenda kampit ushtarak, sepse puna jonë ishte e lidhur me forcat ushtarake portugeze. Megjithatë kishim diçka të veçantë. Sepse së bashku me komandantët edhe me të tjerë organizuam takime në shkolla në Kabul dhe ju çonim materiale shkollore edhe mbështetje. Dhe ishte edhe një çast shumë i bukur që e kam të fiksuar nga Afganistani. Ishte kontakti me popullatën vendase. Nuk ishte shumë, megjithatë, ishte mundësia për të sjellë diçka ndryshe.